Mirë se vini në kanalin Horoskopi Nesër. Këtu është horoskopi për ju nga e martë 24 qershor 2025. Dashi. Në këto ditë ju përpiqeni të bëjë të pamundurën për të gjetur qetësi. Gjëja e parë që duhet të bëni në këtë periudhë është të rikuperoni qetësinë dhe qetësinë e brendshme. Demi. Vështirë të gjesh një ekuilibër të mirë, veçanërisht nëse kohët e fundit keni filluar një projekt, nuk është e lehtë të gjesh përmasat e duhura, dita sjell disa dyshime. Binjaket. Mos u përqendroni vetëm në çështjet e punës. Ju do të dëshironi të jetoni me siguri, por tani duhet të pranoni gjysmën e kënaqësive. Gaforja. Nëse një dashuri nuk funksionon, mund ta veni në dyshim. Harrojeni atë që nuk ka rëndësi. Luani. Një njeri i afërt ju provokon, dini si të reagoni duke ruajtur qetësinë e duhur. Jeni të dashuruar me një njeri me të cilin kohët e fundit ka pasur shumë diskutime, pa qartësi. Virgjeresha. Situata e përgjithshme jep energji të mirë, përfitoni nga orët e ardhshme në përpjekje për të arritur. Në dashuri mund të ketë një rikëmbje nëse nuk keni bërë tashmë një zgjedhje të rëndësishme her pas here keni mendime të dyta. Peshorja. Mos u ngecni në diskutime të kota dhe mbi të gjitha mos u kapni nga shumë ankthe të vogla. Tensioni nervor nuk i ndihmon dashurisë, shtyn vendimet që tani mund të jenë shumë të nxituara. Akrepi. Nga pikpamja e punës, hapen nevoja të reja, por edhe shpresa të mira. Në krye sot do jenë marrëdhëniet familjare. Shigjetari. Nëse keni një pronë që dëshironi të shisni, mos kërkoni më shumë se sa mund të merrni, duhet të rifitoni besimin në dashuri pas një shkënjim. Ata që nuk janë me ju janë kundër jush, tash e ca kohë ata po vendosin ultimatume. Britsjapi. Përgjigjet vijnë por nuk janë të kënaqshme, çdo ditë je në betejë, me sa duket duhet të imponohesh në ambient ose të vësh me forcë atë që dëshiron. Ujori. Periudha pjellore për çifte që mund dhe duan të kenë një fëmijë. Në punë ju duket vështirë, ndryshimet janë të mundshme, por edhe detyra interesante. Peshqit. Do të përfitoni sa më shumë nga kjo. Vetëm sot mund të flisni me një shef, me një njeri që mund t'ju bëjë të përmirësoheni. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Kalofshi një mbrëmje të mirë.